Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Zotin e Madhërisëm, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij fisnik Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë të bekuar, na bof Zoti edhe neve prej tyre. Amin. Kësaj radhe do të flasim për dashurinë ndaj dhikrit. Dhikri është përmendja e Zotit. Ne duhet ta përmendim Zotin sepse ai na krijoi. Ne duhet ta përmendim dhe ta madhërojmë atë mëngjes dhe mbrëmje dhe përkufizoj veten tënde me ata që lusin Allahun mëngjes dhe mbrëmje. E harrun Allahun, Allahu i harroj ata, kujtuan Allahun, Allahu i kujtoj ata. Zoti i Madhërisëm than Kur'anin ti famlart, wala dhikrullahil akbar. Përmendja e Zotit është gjëja më e madhe. Andaj ne duhet kemi dashni të madhe ndaj dhikrit. Kur thomi 33 herë subhanallah, du ta thomi me ashk, me dashni. Kur themi 33 herë elhamdulillah, falëndrimi takon Allahut, Zotit Madhërisëm. 33 herë. Kur themi 33 herë Allahu Akbar, Zoti është më i madh. Ne duhet ta shprehim me gjithë alkimin ton, me gjithë dashnin ton këtë shprehje madhore, këto shprehi të mëdha, sepse këto vinë nga Kurani, nga fjala e Allahut, kelamullah. Dhe siç tha dhe Zoti i Madhërisëm Kurani i tij famlart, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. O ju të cilët keni besu, pra që e besoni Allahun e Madhërisëm, përmendeni mu, madhëromni mu, me lavdroni mu, me përmendni mu. Ne sa më shpesh që e përmendim Allahun, Allahu zbret rahmet mine. Ne sa më shpesh e përmendim Allahun, Allahu zbret bereqet, rizq, furnizim. Inna Allahu ar-razaku dhu quwwatil matin. Allahu është furnizuesi i fuqishëm. Allahu është Razak, është Gani, është Latif, është Hakim, është Aziz. Pra gjitha këto Esmaul Husna që janë emrat, atributet, cilësitë e krijuesit ton. Ne duhet ta thrasim me këta emra të bukur. Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Latif, Ya Sudur, Ya Baqi, Ya Allah, Ya Dhal Jalali wal Ikram, bi rahmetike ya arhamar rahimin. Ne duhet kemi dashuri ndaj dhikrit. Duhet të shtu dashnia ndaj përmendjes Allahut. Nëse ne gjuhën ton e okupojmë zëmpra në përmendjen e krijuesit, padyshim se ne do t'i kthehemi origjinës tonë si krijes, që në fitre, pra që do të bëhemi të pastërt, do të pastrohemi. Dhikri e pastron gjuhën, e pastron mendjen, shpirtin, edhe përgatit njeriu në një edukim të mirëfillt. Pra e bën të mundshme që përmes dashnisë ndaj dhikrit, kjo dashuri e madhe të reflektohet edhe ndaj krijesave të Allahut. Gjitha këto krijesa që Allah i ka kriju, khalaqal insan, pra ka kriju njeriu, alamahul bayan, ja ka mësu bejanin, dallimin e të bërit anë gjërave. Pra gjitha këto gjëra që Allah i xhashanu ja ka mësu njeriu, pra e ka bën njeriu, e ka dallu, e ka veçu dhe ja ka dhënë mendjen, furkonin, dallusin. Pra ja ka bën të mundshme, ja ka zbrit furkonin, Kur'anin, pra ja ka bën të mundshme me dallu të vërtetën nga e pa vërteta. Edhe i ka thonë, wa'budullah wa la tushriku bihi shay'an. Edhe më adhuro mua e mos e më bën shirk, ortakëri, shoqëri, sepse Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pra Allahu as ka lindur, ka as nuk është i lindur, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Pra është një i pashoq Allahu. Andaj duhet kemi dashni të madhe ndaj krijuesit ton. Allah e shpjegon shumë bukur dashurinë e besimtarit që ka besimtarin ndaj krijuesit, ndaj Allahut Madhërisëm. Thot dashuria e besimtarëve shumë e madhe ndaj meje. Shumë e madhe. Subhanallahu el-Azim, si ka ardhur puna rezultati që më shumë një idhujtar ka dashni ndaj një puti, ndaj një statuje, ndaj një gjëre të pavlefshme, ndaj adhurimit të gjërave të kota. E besimtari mos me pas dashnin kur të thot subhanallah, i lavdruar jeti Allahu, elhamdulillah, falënderimi të takon tyje Allah, Allahu Ekber, Zoti është më i madh.
Shiqoni çfarë po ndodh me organizmin e njeriu. Çfarë po ndodh me mendjen e njeriu. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, thot Zoti i Madhërisht në Kur'an. Me përmendjen e Allahut qetësohet shpirti, zemra. Shtohet dashuria ndaj Krijuesit. Pra ne sa më shpesh e përmendim atë, ai na ngrit në grada të larta dhe siç tha dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, a doni ta mbjellni një pemë në xhenet, tha thuni subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi. Dy fjalë tha janë të lehta në gjuhë, po të rënda në mizanin e Allahut. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Sa më shpesh dhikran kathira përmend në thot Allahun me një përmendje të shpesht. Shtone pra përmendjen. Kur të ulesh me hangër, thuj bismillah vllai nderuar. Besimtar dhe besimtare, thuni bismillah kur të uleni për të hangër ushqimin. Falenderoni Allahun pasi të ngriteni nga sofra. Kur të hyni, kur të dilni, thuni bismillah me emrin e Allahut. Sepse çdo gjë në këtë botë ka filluar me emrin e Tij dhe çdo gjë në këtë botë do të përfundon me emrin e Tij. Se kur dhe qysh dhe tek e din vetëm ai. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. E kthimin keni me pas pra tek Allahu juaj i madhërisëm. I madhërishmi Allah, krijuesi, sovrani, absolut. Prandaj, namazi është dhikr. Po dhe dhikri pas namazit është dhikr. E tërë jeta njeriu duhet jetë dhikr, përmendje Allahut. Me përmend Allahun pa ja nda. Sigurisht se sa më shpesh ne e përmendim Krijuesin, Krijuesi na lehtëson rrugën për xhennet. Siç tha edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, thuni la ilaha illallah thumma istaqim. Pastaj qëndroni në atë, për në kelime shahade. Qëndroni aty dhe vazhdoni pra misionin e juaj. Se ti kur e përmend Allahun, ti demonstron me tërë qenjen tënde, demonstron batini yt dhe dhahiri yt, ana e brendshme dhe jashtme e jote, demonstron se ti e don Allahun, se ti je krijesa Allahut, se ti je falënderues ndaj Allahut, se ti je mirënjohës ndaj krijuesit tënd, se ti i thua ti alhamdulillah hamdan kathira tayyiban, pra ti i thu faleminderit Zotit ala kulli ni'ma, për çdo nimet që të ka dhënë, për çdo mirësi që të ka dhënë Allahu, thu alhamdulillah ya Rabb. Të falenderoj o Zoti im. Elhamdulillah për sytë e mi, për dritat e syve. Elhamdulillah për oksigjenin që e marr çdo sekond. Elhamdulillah për çdo pjesë trupit. Edhe e falenderon Zotin dhe pastaj jep sadaka, jep nga të mira që Zoti të ka dhënë, sepse e dhënënia është e marrën, nuk është e dhënën. Dhe sa më shumë ne bëhemi muhsina, bamirësa, edhe për bamirësisë është normal edhe përmendja Zotit. Atëherë Zoti na i shton, do të thotë mirësit dhe i shihni të mirat e Allahut rreth jush dhe brenda jush dhe jashtë jush. Kudo ka ti çosh syt e ka ti kthesh syt, pra ishe këto nimetet e Allahut te barekutaala. Andaj elhamdulillah që na ka bëu Allahu të mundshëm me bë dhikr mëngjes dhe mbrëmje, me përmend Allahun pa ja nda, gjuha, zemra, mendja jon, me përmend Allahun shpesh e me kon mirënjohës ndaj gjitha këtyre mirësive. Selam aleikum.